E inkurajojmë Maqedoninë e Veriut që të vazhdojë të realizojë reformat e nevojshme, sidomos në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe sundimin e ligjit. Kjo ishte porosia e ministrit për çështje europiane të Finlandës, Joakim Strand, gjatë qëndrimit të tij zyrtar sot në Shkup. Ai gjithashtu shpreh se inkurajon vendin që të realizojë ndryshimet kushtetuese dhe shpreson që RMVS shpejti do të mund të hapë klasterin e parë. Pas takimit me ministrin Orhan Murtezani u shpreh se me punën e tij nuk qetësohet se Maqedonia e Veriut do të ngecë në rrugën europiane, por mendon se mund t'i afrohet Shqipërisë dhe Malit të Zi. E di që Mali i Zi dhe Shqipëria po lëvizin shpejt dhe janë një shembull i mirë për të gjithë Ballkanin perëndimor, por këtë e shoh vetëm si moment pozitiv nëse vazhdoni të punoni me ambicien që e keni dhe rezultatet që jep ministri Murtezani nuk shqetësohem se do të ngecni, madje mendoj se do të përshpejtoni dhe do të afroheni këtyre dy vendeve. Lidhur me deklaratën e kryeministrit se pas vitit të ri do të bëhen përpjekje për antarësim në BE, ministri për çështje europiane Orhan Murtezani theksoi se aktualisht nuk mund të flasë shumë për shkak se vendi ndodhet në periudhë zgjedhjesh, por bëri me dije se kanë vendosmëri për të ecur këtë proces përpara. Për shkak se momentalisht jemi në fushat zgjedhore, gjithçka që e themi mund të merr kontekst të caktuar dhe të dëmtoj procesin. Ajo që është me rëndësi është që te kryeministri, te qeveria ekziston vendosmëri serioze dhe interesim që pas zgjedhjeve të bëhen hapa konkret për tejkalimin e këtij problemi. Krahas porosive që dha ministri Joakim Strand, kërkoi falje që e sollën motin e Finlandës në Shkup.